Shoqata Bereqeti ka siguruar një maune me pajisje të ndryshme shëndetësore për personat me nevoja të veçanta. Karroca, shtretër për pacient, si dhe pajisje ortopedike të ndryshme esenciale për pacient, kanë mbërritur dje në Kosovë nga Gjermania. Me mbështetjen e mërgjimtarve, kjo është një ndihmë e vazhdueshme që diaspora po bën për Kosovën, më saktësisht për personat me nevoja të veçanta. Përfaqësuesi i Bereqetit, Xheladin Fazliu, shpreh të jetë falendërues për këtë dhuratë që po bëhet, kur merren parasysh nevojat e mëdha që ka kjo kategori e shoqërisë. Sot kemi një kënaqësi të veçantë që në depot tona po shkarkon një maune e cila është dhuratë nga misini GmbH, nga Gjermania, një bashkëdhetar joni zotëri Hetemi, që ka sjell një ndihmë tash në vazhdimsi për vendin tonë Kosovën, në këtë rast edhe për shoqatën Bereqeti në depot tona që janë pajisje, shtrata, karroca për personat me nevoja të veçanta. Ne duhet të falenderojmë në emër të sektorit humanitar Bashkisë Islame, më konkretisht shoqatës humanitare Bereqeti për këtë ndihmë jashtëzakonisht të nevojshme dhe shumë domethënëse për njerëzit me nevoja të veçanta në programet tona që i kemi ose në projektet tona që mundohemi të dalim në ndihmë atyre. Hetemi Sini thotë se janë të përkushtuar që të ndihmojnë Kosovën dhe një gjë e tillë po bëhet jashtëzakonisht në mënyrë efektive me Bereqetin tash e sa vite. Kjo është kontingjenti i 20 me radhë që e kemi bë. Në këtë kontingjent ka pajisje shtretër të spitalit, ka pajisje invalidore dhe shumë mjete tjera që përmend edhe zoti Xheladin. Në kënaqësi të veçantë them se ne kemi një bashkëpunim të thellë me Bashkinë Islame, sigurisht me shoqatën humanitare Bereqetit që gjithmonë na ndihmon me realizu këto projekte. Ta them edhe me kënaqësi se në 2016 ka qenë projekti joni i parë i imi dhe i zotit Bernard, ku Bashkia Islame Bereqeti na i ka ndihmuar me u zhvillu ky projekt. Bashkëpunëtori i këtij projekti, Bernard Servushok, thotë se përmes kësaj iniciative po duan të ndihmojnë pacientët që kanë nevojë për këto pajisje. Ka qenë një iniciative jona dhe nga viti 2016 kemi hapur dyert tona për të bashkëpunuar me Bereqetin në Kosovë. Mendoj se kjo është një ndihmë e duhur për personat me nevoja të veçanta, kur e dim rolin që kryejnë këto pajisje dhe kostën që kanë ato. Një aksion i tillë është duke u realizuar për vite me radhë në shoqatën Bereqeti, falë bamirësve të shumt. Enver Bikliqi, donatori i rregullt nga Janjeva që jeton në Gjermani, është përkujdesur për transportin e këtyre produkteve më së të nevojshme për personat me nevoja të veçanta.